fut në punë hala, 500 milion, sepse s'kan pas ku mi shu, aq shumë kanë marrë, po e u kanë ngel prapë. Këto janë mbi 15 parcela, vetëm tokët e Spitit që janë të mytë me ujë. Edhe nuk është hera parë. Është hera tretë që na mysin për 40 ditë. Vetëm unë, si fermer, unë kam 60 delim miell me grun, edhe 150 delim janë që. Janë nuj? Këtë janë nuj, këtë e kam mytun. Grunin e kam përstrit, prapë s'ka, na thanë me shku me regjistru, u regjistru ma tje ke njësia bashkjake, kur përfonimisht thanë nuk ka ardhë hala fondi pa bojnë përmytjen e dytë. Ta është i bon dytën, thanë hajde ndi herë se bilda tapit e japim. Kesh menaxhimi nga ana pushtetit, mos funksionimi hidrovorit, nga kush tjetër ka për pas. Vetëm unë mund kem mbi 15 milion lek të vjetra, mund i kem dam që më jashtë bon nga përmytja. Edhe s'kam kohën kohëm. Shkojnë kohë kotë se kalon vesh shurdhën. Nuk është viti i parë që kemi dame, sa 3 herë që përmytet dhe nuk ka njëri me na po fare për këtë punë. As dun me ditë jemi apo s'jemi. Ashtu dhe. Damet janë kolosale. Ju po shikoni vetë, toka është e përmytën komplet. To vinë për ngushëllime në fund, shofin nga i herë, na shofin mësy edhe premtime boshe, na të ujtu se dhe të morim dishka. Absolutisht hala s'kemi marrë asë një gjisë lekut. As nuk bëhet fjallë se do i marrim. Çfarë rendimenti, ku bëhet fjallë për rendiment mërë. Kur ka prish grunin që është në fazën e 4-5 gjetheve në disa vene e ka marru, pa e që a mjellë para 3 javëve, a mjellë për dytën herë, në mënyrë që të garantojmë bukën, a i ka marru në vend. Kokra është kalp në tokë. Na dëmton jef zakonisht të ranë. Diskutojmë me garantohu ushqimin e 12 mujve ta, bukën, ushqimin për blegdërinë, e të gjana po, ta s'kemi asë i gjanë. Do me sa dush. Hera para ka qenë me 9 matë në nërë, me 20 e kena pas ujtë këtu. Ka hik, ka në 20 ditë. Më kam jëtë janë gja, 220 rajnë u lejnë, si kam në ujë. Shete e para i ka thënë përmytja parë, 40 rajnë u lejnë, kam fillu me premta se janë tha. Tash erdhe dyta, tash s'kam shpres ma. Nuk e banë fjallë, se janë gja se janë, po thamë për ullajnë që janë shumë vjesharë. Shira, po jo është shumë sa me atë ke përmytje masive. Kanalit e pa pastrume, vjen skavatori, filla hap kanalin, sa të hece 20 metra, ke kafshet në kam. Një sejtë mos me pastru hish është. I kërkoj shtetit, të vjen një grupë verifikimi, e të vije në terren, e të verifikoje damet që janë ba. Jo se me plotësu letra, se me plotësu letra më komuna kullaj. E mos me në thënë gjama, po grupi i verifikimit dalë në terren, të verifikoje. Çdo fermer ka dame, dikush më shumë, dikush më pak, a mjell gruni 2 herë. Një herë me mjell me marrat prodhim, e nuk dalin shpenzime, vetëm kafsha del. Jo me mjell 2 herë e mos më marrat prodhimin. Hera parë për mua është vepër e njeriu jo natyrë, se u hapë gjinatura. E mbyllën gjinaturën u hap për s'dyti. Sepse diku i prishet interesi me hedh ujë në lagunë. Sa atje janë hedhin nerte për të ndërtuar. I prishet interesi për të thith pompat. Dhe për të ashtu, duhet me qetësi një 2 javë në ujna, që të kullohet toka. Edhe të është i prape njëjta gjë, se mi mbytë dhe herë tjera na, por nuk kemi ne ka shumë në ujë. Kjo është me dashje, por këto e normale, kryetari i bashkisë ka në kontroll situatën. Të në kontroll e ka në ujimi na, të në kontroll në, por na mbytë e tokat në ujë. Por na lo baktin pa hongër, na në kontroll imi, se s'kim qa bojmë tjetër. Ja do i shesim dhe ato dhe do shofim nga Zoti, që do na silli se shteti s'sill gjë. Bujësin herën e parë aplikum, sërkush me pa. Fare. Mjellëm grunin për s'diti më të toka, hiku. Aplikimi i parë, bom këtë, hajde aplikoni, thot tash. Tu na mbaj me rena. Hajde aplikoni, se të rrallë dhe t'japin. E po kështu, e që të marru? Po që këtë harshetëm.